Bismillahirrahmanirrahim. Me emrin e Allahut, mëshiruesit, mëshirbërësit. Inna arsalna Nuhan ila qawmihi an anzir qawmaka min qabli an ya'tiyahum adhabun alim. Ne e kemi dërguar Nuhun te populli i tij, paralajmëro popullin tënd para se t'i arrijë dënimi i dhëmshëm. Qala ya qawmi inni lakum nadhirun mubin. Ai tha, o populli im, unë, me të vërtet, jam për ju paralajmërues i qartë. An i'budu Allaha wattaquhu wa ati'un. Që t'i luteni Perëndis dhe t'i ruheni kundërshtimit të atij dhe që të më dëgjoni mua. Yaghfir lakum min dhunubikum wa yu'akhkhirkum ila ajalin musamma. Inna ajala Allahi idha jaa la yu'akhkharu law kuntum ta'lamun. Ai ju fal mëkatet tuaja dhe do t'ju lër të jetoni deri në çastin e caktuar, e kur t'ju vije çasti i caktuar i Perëndis, me të vërtet, ai nuk shtyhet, ta dini ju. Qala rabbi inni da'utu qawmi laylan wa nahara, falam yazidhum du'ai illa firara. Ai tha, o Zoti im, unë, me të vërtet, e thira popullin tim natë e ditë. Por thirrja ime nuk solli dobi, por shkaktoi largim edhe më të madh. Wa inni kullama da'awtuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adhanihim واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا. Sa herë që i thërrita, ata në punë të mbar për t'i falur ti, ata i shtinin gishtërinë në veshët e tyre dhe mbuloheshin me petkat e tyre, për të mos më parë ishin këmbëngulës dhe shumë mendje më dhënë. Thumma inni da'awtuhum jihara, thumma inni a'lantu lahum wa asrartu lahum israra. Pastaj i thira haptazi me zë edhe më të larë. E mande ju shpalla publikisht atë, si dhe në besim u përshpërita, i thira në të gjitha forma. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا. Dhe ju thash, kërkoni falje nga Perëndia jua, sepse me të vërtet ai është falës i madh. Ai do t'ju dërgojë juve shi të bollshëm. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. Dhe do t'ju ndihmoj me pasuri dhe me fëmijë, dhe për ju do të krijoj kopshtie dhe për ju do të krijoj lumej. ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. Përse nuk i frikoheni madhërisë së Perëndisë. Ai ju ka krijuar me forma, faza të ndryshme? ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا. A nuk po shihni se si Perëndia i ka krijuar 7 qiell pal kat. وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا. Dhe në ta e ka bërë hënën dritë, kurse diellin e ka bërë fener ndriçues. والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا. Perëndia ju ka krijuar nga toka, dheu, ashtu si bimën. Pastaj ju kthen te ajo dhe prej saj sërish do t'ju nxjerrë. والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا. Perëndia për ju tokën e ka bërë shtrojë, që të ecni nëpër rrugët e gjera. قال نوح رب إني
إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا. Nu u tha, o Zoti im, ata më kundërshtuan mua dhe u dhan pas atyre, pasuria dhe fëmijët e të cilëve nuk kanë sjellë gjë tjetër, pos shkatërim. ومكروا مكرا كبارا. Dhe trilluan trillime të mëdha kundër Nuhut. وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. Dhe kanë thënë populli i Nuhut: Mos i lini kurse si zotrat tuaja, mos e lini kurse si as Vedin, as Suvajn, as Jeguthin, as Jeukin, as Nesrin. وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا. Këta idhuj kanë mashtruar shumë njerëz, e ti, keqbërësve, mos u smadho asgjë përpos humbjes. مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا. Për shkak të mëkateve të tyre, ata janë përmbytur e janë hedhur në zjarr dhe ata nuk kanë gjetur mbrojtës tjetër për vete, përveç Perëndis. وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. Dhe Nuhu tha, o Zoti im, mos lë të qarkulloj në faqe të dheut asnjë mohues. إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. Sepse me të vërtet, nëse ti lë, ata do t'i shpjen në humbje robërit e tu dhe do të lindin vetëm mëkatar dhe jo besimtar. رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. O Zoti im, falë mua dhe prindërit e mi dhe ata të cilët hynë në shtëpinë time si besimtar dhe besimtarët e besimtaret, ndërsa zullumqarëve shtoju vetëm shkatërimin.